Reagon gruaja, shpati vdes në krahët e mi. Silvie Jao, ish gruaja e shpat kasapit, ka reaguar me një postim. Ajo ka ndarë të gjitha detajet e dhimbshme. Ndërrova jetë në krahët e mi, o jetë, sa të lumtur ishim që në fund Urelit po i bëshin dokumentat në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt tek logopedet e më të mirët. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afër kemi qenë sa bashkëpunues e privatësinë tonë duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Urelit. Nuk prite të dëgjoje duke të thirrur babi, nuk prite shpat, nxitove dhe na le këtu vetëm pa ty.